të nënvizoj faktin që angazhimi im politik në Partinë Socialiste, që prej themelimit të saj, dhe i gjithë rrugtimi në atë parti, në një mas të madhe ka qenë indikuar nga fakti që Fatos Nano u zgjodh kryetari i Partisë Socialiste dhe që ai arriti të krijonte rreth vetes një grup intelektualësh nga më të zotët dhe më përfaqësuesit e fushave ku ata punonin, që u bashkuan Partisë Socialiste dhe u krijua kështu në një lloj, në një farë mënyrë u krijua embrioni i kësaj trupe politike, rreth të cilës pastaj gjetën veten në mënyrë të natyrshme. Unë kam bashkëpunuar me Fatos Nanon pra që prej ditës së parë të themelimit të partisë, mëtej gjatë kohës që kam punuar në gazetë, kam qenë edhe kryeredaktor i gazetës Zëri i Popullit, pastaj kam punuar në Partinë Socialiste, sekretari i Partisë Socialiste kur Fatos Nano ishte kryetar. Kemi qenë bashk pra në sfidat më të vështira që i është dashur të përballojë Partisë Socialiste për të mbritur dhe tek ajo që u that bashkëpunimin në qeveri në një dimension tjetër ku shpalosej edhe ana njerëzore dhe përgjegjësiria politike dhe konsistenca e kryeministrit dhe mbi të gjitha e njeriut vizionar për atë se çfarë do të duhej të bëhej që Shqipëria të mund të mbrinte në krijimin e jetës dhe të normalitetit demokratik europian edhe në mjedisin shqiptar. Kështu që nga kjo pikpamje, natyrisht kujtimet, mbresat, emocionet janë të shumta, janë pafund, dhe ndoshta në një moment tjetër se sot nuk është koha për të bërë histori. Sot jemi në një ditë dhimbje, në ditën e nderimit për gjithë jetën dhe veprën e Fatos Nanos, dhe ajo që është e rëndësishme, Fatosi edhe sot që është dita e ndarjes me të, prap na vjen në ndihmë për të kuptuar se sa të rëndësishme janë vlerat njerëzore, dhe sa i rëndësishëm është ajo çfarë jep për vendin dhe gjurma që lë, për cilën unë dua ta nënvizoj që gjurma e Fatos Nanos është unike për gjithë rolin që ai ka luajtur në angazhimin politik, në modelin politik që ofroi, në klimën politike për cilën u investua dhe në gjithçka ka të bëjë pastaj me atë çfarë njeriu krijon në jetë. Na ndihmoni të kuptojmë një moment, sepse shumë brezat e ri ndoshta nuk e kujtojnë, nuk e kuptojnë momentin më delikat ndoshta kur Fatos Nano thotë jo, kjo partia e punës nuk ka pse të mbyllet, nuk ka pse të ulë çepenin, mund të transformohet. Ju e thatë shumë mirë që e njihni që nga momentet e para të këtij transformimi Fatos Nanon, çfarë mendoni se e nxiste atë të besonte te fuqia transformuese e këtij subjekti, por dhe e tij, sepse e kishte të qartë që do duhet të ndërhynte të bënte. Shoqëria shqiptare që në një udhkryq të madh në atë kohë. Ndrimi i sistemeve, sidomos në kushtet e Shqipërisë, ku mungonte kultura politike, ku mungonte njohuria e përgjithshme se çfarë ishte pluralizmi politik, çfarë ishte demokracia pluraliste etj, se vinim nga një situatë krejtë ndryshme. Pra në këtë udhkryq dhe sidomos në raste të kësaj natyre, në udhkryqet e mëdha shpaloset fuqia e liderit, fuqia e njeriu vizionar që ditë kuptoi se çfarë duhet bërë në të mirë të vendit. Partia e punës ishte një masë e madhe njerëzish, pavarësisht të dështimeve të sistemit dhe gjithçka lidhet me të për të mos hyrë në histori, që në fundit përbëhej nga një masë e madhe njerëzish të ndershëm, njerëzish patriot, njerëzish që kishin punuar për këtë vend dhe që gjendeshin të zhgënjyer me atë çfarë solli në fundit si produkt edhe vetë puna e tyre. Kështu që të gjesh pikat e kontaktit me këtë masë të madhe njerëzish dhe të arrish ti motivosh ata për t'i mbajtur prapë që gjithmonë ka një mundësi, që gjithmonë është e mundur të bëhet, padyshim është një meritë e veçantë. Dhe Fatos Nano arriti të mbante bashk
gati 80.000 ish antarë të Partisë Punës që u bën jeta, dimensioni dhe vetë vlera e Partisë Socialiste, dhe ashtu siç ai vetë përsosi veten në këtë rrugtim, dha dhe modelin të cilën e ofroi për të tjerët, bashkë me ekipin që drejtonte, se si kjo parti mund të kuptonte dhe të përshtatej në realitetin e ri politik për të bërë, siç u bë në fakt, forca politike udhëheqëse e një procesi jo thjesht qeverisës të vendit, por e një procesi europianizues, demokratik dhe për të ngulitur kulturën e shërbimit ndaj vendit dhe ndaj qytetarëve. Më të rojë që vëmendin një pasazh në një postim tuaj në rrjetet sociale dhe do doja të lexoja një moment për ta përcjellë dhe televizionistët dhe e komentojmë së bashku. Ju shkruani: në krye e bashkë me një grup intelektualësh nga më të zotët e vendit në profesionet e tyre, ai e shpëtoi të majtën shqiptare, duke instaluar për herë të parë dy mekanizma të vetë demokratizimit të partisë, fraksionet dhe dorëheqjen. Fatos Nano qeverisi me parti, për fat të keq nuk u ndoq si model dhe ndodhi që Shqipëria pas tij gjithnjë më shumë të qeverisej me klane dhe kasta të qarkullueshme. Unë thash edhe pak më herët që në një ditë si kjo është pamundur ta shmangësh krahasimin me atë Partinë Socialiste të Fatos Nanos dhe këtë Partinë Socialiste të ditëve të sotme, por nuk dua domosdoshmërisht t'ju çoj në krahasime. Ju lutem, këto dy mekanizma kisha nevojë për ndihmën tuaj që t'i zbërthejnë kultura e debatit politik, kultura e një jete politike ku ai që angazhohet duhet të ndihet në hapësirë lirie, është një investim i rëndësishëm, por dhe delikat, se jo çdo kush e pranon sfidën për të krijuar liri në mjedisin ku drejton, që të gjithë të kenë të drejtë të thonë edhe kundër tij atë çfarë ata gjykojnë se duhet të thënë. Fatos Nano e bëri këtë. Në Partinë Socialiste, kushdo, cili do antar partie, mund të ngrijë dhe t'i thoshte atij, kjo nuk bën, se unë mendoj që është kjo tjetra gjëja më e mirë që duhet bërë. Ai e lejonte këtë gjë. Partia Socialiste në atë kohë ishte një organizëm i gjallë ku individi ndjehej tërësisht i lirë, pavarësisht faktit që kur angazhohesh në një parti politike pranon disa kufizime që kanë bënë me rregulla dhe me norma se si funksionon kjo parti. Kështu që ai edhe me ata me të cilët nuk kishte ndonjë raport në kuptimin personal ose që nuk i konsideronte, por i çmonte për kontributin që jepnin në parti,